si faturohet njerëzve kryesor, po 2 drejtorëve. Në një kohë kur kryesor, pronar dhe njerëz kryesor janë Edi Rama dhe Erion Veliaj. Po të mos ishte Altin Dumani, Edi Rama dhe Erion Veliaj do ishin të akuzuarit më kryesor për djegësin e Tiranës. Por Dumani akuzon njeriu që refuzoi 5 herë Arben Ahmetaj dhe mbron Veliajn jo për këtë se Veliajn a e çoi me një dosje tjetër, a i firmosi për Veliajn, po jo për këto, jo për vjedhjet më të mëdha. Po të mos ishte Altin Dumani, 5D-ja nuk faturohej. Vetëm 2 apo 3 drejtorëve. Po i faturohej Erion Velis dhe Edi Ramës. Po Erion Veliaj nuk ju faturohej sepse është Edi Rama mbrapa. Pra, po të marrish kështu, Shqipëria ka një sistem në të cilin një njeri përcakton çdo gjë. Të bëj një pyetje unë. Si u duket ju? Marrin të burgosurin, e ndryjnë aty. Dhe pastaj shkojnë dhe publikojnë statusen e emër të tij. Dhe ato statuse, sipas burimeve që duhen hetuar, janë të shkruar nga dora e Edi Ramës. Ju jeni gazetar. Ju ftoj çdo gazetar të marrë statuset e pretenduara si të Erion Velis dhe të lexojë artikuj që Edi Rama publikonte në emrin e gazetarit Blendi Mane. Ato janë të ngjashme si 2 pika ujë. Mirë po, është pikërisht Altin Dumani që këto nuk shkon. Nuk e nxjerr. Po të mos ishte Altin Dumani, krimi elektoral do ishte ndëshkuar. Ai nuk ndëshkohen dosjet, sepse çojnë te Edi Rama si dosja e Durrësit, dokumentuara të regjistruara në përputhje me procedurat ligjore të vendit. Qoftë dosja e Durrësit, qoftë dosja e Peshkopisë, që të dyja përfundojnë te Edi Rama. Atëherë, më thuj mua, ai edhe këpuc do t'i fshi Altin Dumanit. Pyetje tjetër, faleminderit.